në teknologji. Përshëndetje Mande. Përshëndetje Butrin, përshëndetje dhe kënaqësi. Butrin është miku im, po në rregull. Jam fan si mas i Big Brother Kosovës dhe ndjekim me shumë domethënë interes, na pëlqen domethënë çdo gjë. Edhe shpesh kur Big Brother Kosovës fillon, menjëherë jemi të ngulitur aty në televizor. Okej, meqense tregove që e përcjell Big Brother, edhe patëm paraprakisht Big Brother, cili është banori i preferuar? Kush duhet ta fitaj? Faktikisht, unë duhet ta mendoj më së miri këtë, domethënë, por që me emër unë nuk e mbaj mend, po është një vajzë aty shumë interesante prej Kosovës, që më ka pëlqyer t'jena argumenta, që ishte në debat, më duket me një tjetër, një vajzë 18 vjeçare, diçka tjetër, s'po më kujtohet emri. Është Eliona me gjasë, kjo vajza e re. Eliona, bravo. Unë mendoj që domethënë ka atë kulturën, ka atë etikën, më pëlqen domethënë argumente, qetë, është shumë domethënë më pëlqen në ide, në koncept, në etikë e formuar goxha mirë. Dhe pse jo ajo mund ta fitonte domethënë, është më pëlqen kur mund të jetë shembull i mirë etika. Edhe nëse nuk e fiton Eliona, një gjë e ti që e di që po të duash e shpall Elionën fituese me inteligjencë artificiale. Kështu që patjetër inteligjenca artificiale po ndërhyn kudo, madje edhe në botën e medias, në kamerat të robotik, në azornimin pikërisht pra teknologjisë së audios, të videos, etj. Pra po hyn kudo. Ajo pikërisht pra që ne e kemi diskutuar dhe vazhdimisht na u është dukur si një film fantastiko-shkencor, ka qenë ai çipi i famshëm i Neuralink Elon Musk, i lidhur më së miri me kirurgjitë cerebrale, me kirurgjitë e trurit. Pra ka të re faktikisht Mande në lidhje me këtë çështje, çka ka të re dhe mund të themi që një gjë e tillë do të përdoret së shpejti, mund të themi që do të vihet në përdorim së shpejti edhe në kirurgji? Elon Musku do të thënë pioneri i teknologjisë, unë mendoj që çfarë ka thënë e ka bërë. Do të thënë tashmë ne po jetojmë në një epokë që dikur këto i shikonim si filmat fantastiko-shkencor, kurse sot do të thënë realizohen nga Silicon Valley. Dhe unë mendoj pikërisht me krijimin e Neuralinkut të Elon Muskut, gjërat po ndryshojnë më së miri. Realizimi i Neuralinkut ishte maja ose si mund të themi koncepti madhor i teknologjisë, pra maja e piramidës e inteligjencës artificiale. Pra të krijosh një çip, edhe ky çip i të implementohet në tru me anë të një sistemi robotik, pra kirurgji cerebrale me një roboti, dhe ky çip të rikthej ose të rehabilitojë paralizat lokale apo generale të shkaktuara për shembull nga probleme të ndryshme si shëndetësore, si aksidente etj. Dhe ky çip të bëjë të mundur lidhjen e neuroneve me njëra tjetrën, domethënë se çfarë bën ky çip. Çipi vetë, sepse unë e kam marrë edhe për ta demonstruar një çik, edhe për domethënë për qenë më i qartë, edhe pak unë gjithmonë mbaj me vete trurin natyral dhe trurin elektronik. Pra domethënë mikrokontrolleri. Dhe gjithmonë se po bëjmë edhe një trajt të tillë, teknologjia dhe mikrochipat kanë arritur aq shumë sa që shpesh po e tejkalojnë domethënë në zhvill, po e tejkalojnë konceptin e njerëzit. Pra duket sikur në mënyrë indirekte inteligenca artificiale po e dominon njerëzimin në mënyrë indirekte. Pra thua që këta qipa mund të themi kushtimisht në zhargonin popullor janë më të mençur se sa truri i vërtet? Sigurisht, po flasim për mikrokontroller, mikrochipat është truri elektronik. Po atëherë si mund të arsyetohet kjo me logjikën e shëndosh që një çip të jetë më i mirë ose themi më i mençur se sa truri i njeriu, kur atë çip e ka krijuar prapë truri i njeriu? E di çfarë ndos, ke shumë të drejtë Butrin, ideja është kjo për shembull se mikrokontrollerat, mikrochipat apo që unë i them truri elektronik, domethënë si të fushës, në rast parë pikërisht për procesimin e informacionit është shumë i shpejtë në raport me trurin natyral, po e themi shqip. Dhe kapaciteti i botës së teknologjisë, kapaciteti i mikrokontrollerave është më i madh
se sa kapaciteti njerëzor. Nëse do shkojmë ke qipi Elon Muskut, sigurisht nuk mund të themi, po qipi Elon Muskut është një çip i ngjashëm me këtë. Po ta shikojmë, pa afroj pak te kamera, e cila është e pajisur pikërisht me disa fije mikroneuroelektronike, fije të lidhura me konektorët këtu, gjatë të cilës po janë shumë të imta dhe pikërisht imagjino këtë çipin e Elon Muskut, domethënë të implementohet në trurin e njeriut, për të bërë të mundur lidhjen e neuroneve me këto fijet mikroneuroelektronike, që do thotë fundi i neuroneve që quhet sinapsi lidhet me sensorin e lidhur me fijen që lidhet me çipin. Po mandin në këtë pikë. Në këtë pikë, a mund të themi që nëse vetëm realizohet një gjë e tillë që e thatë edhe në fillim të bisedës që disa tema, ndoshta edhe kjo, ndërto duken imagjinare, duken të jo realistike, por a mund të themi që pastaj nëse vetëm hyn në përdorim këta qipa, i bie që truri natyral i njeriut të varet nga këta qipa dhe realisht truri të bëhet më ndembel? Patjetër, është shumë e logjikshme kjo, sepse çfarë ndos? Në fakt çështja e mikrokontrollerave, mikroçipave po përdoren pikërisht pra në trajt mjekësore. Pra mikroçipi momentalisht bën të mundur zgjidhje një problematike, një paralize, nëse në trurin e njeriut, në sistemin nervor qendror ka pasur një dëmtim të një zone nervore dhe mikrokontrolleri mundohet që të lidhë neuronet me njëra tjetrën për të rikthyer lëvizjen. Që do thotë, nëse për shembull njeri apo pacient ka pasur një aksident automobilistik dhe u është dëmtuar nga goditja një zone caktuar nervore në tru, atëherë ky mund të ketë kaluar në paralizë të krahut apo të këmbës dhe ky është i mundur që të marrë një gozë me ujë më pas apo të marrë një shishe, pra duke bërë të mundur rehabilitimin e neuronit, e sistemit nervor, domethënë. Është diçka që unë mendoj është goxha inovacion. Qipi Elon Muskut ka filluar të aplikohet, u aplikua vjet ke 3 pacientët e parë të miratuar, domethënë nga FDA approved, që ne dim që është organizata amerikane e pranimit ose e dhënies së lejes së përdorimit të farmaceutikeve dhe mjekësoreve, dhe ky e ka thënë që do përdoret me shumicë. Pra do prodhohet ky Neuralink me shumicë. Por asnjëherë nuk mund të presim që Neuralink do jetë për gjithë. Inteligjenca artificiale po zhvillohet nga elita. Inteligjenca artificiale po trind, po zhvillohet pikërisht nga elita, po zhvillohet pikërisht nga trekëndshi i Bermudëve teknologjisë, që është Elon Musk, është Jeff Bezos edhe Bill Gates. Dhe targeti kryesor i tyre janë miliarderët. Po cili është qëllimi kryesor i këtij qipi? Se të prodhohet një çip i tillë që në kushte normale do ta dobësoj trurin natyral, edhe në anën tjetër të jetë përdoruesi të jenë selektiv. Nuk do ta kenë mundësinë ta përdorë secili. Kjo është një pyetje, një klauzor shumë interesante që e ke prekur në fakt. Ideja e krijimit të çipit, pamshëm, domethënë që realizohet me anë të kirurgjisë nga neurokirurgët, edhe nga sistemi robotik, roboti digital, pra roboti kirurg, ose kirurg robotik që kemi thënë. Kjo, unë e përmenda pak a shumë, do shërbej krahas aspektit mjekësor, por që Elon Musk e kishte thënë që me anë të këtij qipi mund të instalojnë dhe module me Wi-Fi, që njeriu, domethënë me anë të çipit në trurin e tij, do ketë mundësi të menaxhojë një mouse dhe një tastier. Pra shikon ku pa arrin teknologjia dhe shkenca. Por logjikisht zhvillimi i teknologjisë dhe inteligjencës artificiale sigurisht ne po na bën dembel. Unë madje kam 2-3 ditë që kërkoj të zgjidh për shembull një ushtrim matematikor që e kam pasur në fakultet. Matematikë të avancuar, ku bëshim formula të tilla, edhe për shembull kërkoja vlerën e një ekuacioni, thjesht e fotografoja atë ekuacion, edhe i shkruaja në Copilot dhe ChatGPT, please solve it, edhe ma nxjiste për pak sekonda lidhjen. Që do të thotë inteligjenca artificiale është një instrument i rëndësishëm, por po na bën dembel, është e logjikshme, është e dukshme. Ne nuk po e vrasim mendin ashtu siç duhet. Që do të thotë, unë pa e them edhe për trajt batute, inteligjenca artificiale ka koeficientin më maksimal të AI-s, të inteligjencës. Dhe ne duke e përdorur për punët tona që ta thjeshtojmë gjërat, ne nuk do e vrasim mendin. Kështu që realisht kjo mund të ndikojë në uljen e koeficientit të inteligjencës natyrale. Pra,
Kategorikisht, po na ndihmon, por po na bën dembel. Pra kemi aspekte pozitive, kemi dhe aspekte negative. I bie që pastaj, nëse vetëm një gjë e tillë implementohet, është fjala për këta qep dhe ndoshta rritet numri përdoruesve të tyre, të gjithë këta në një farë forme janë nën kontroll të dikujt tjetër. Besoj pa. Sepse këta qipa me siguri që nuk do të jenë efikas për gjithë jetën, edhe ndoshta do të dobësohen, ndoshta duhet të ndrohen. Patjetër, kanë elektronika dhe bota teknologjisë ka gjithmonë kohën e mirëmbajtjes, domethënë maintenance që ne i themi, por që për shembull fjala vjen, ne dimë shumë mirë në kardiokirurgji, për shembull kemi disa pajisje shumë të vogla që quhen pacemakera. Janë të ngjashëm me defibrilatorët, por pacemakerat, të cilët vendosen nën lëkurë dhe bëjnë të mundur koordinimin e ritmit normal të zemrës. Që do thotë ajo ka një lloj baterie të implementuar për shumë vite dhe kur ka nevojë që të mirëmbahet apo të ndrohet bateria, realizohet. Pra që në atë kohë para shumë vitesh që u krijuan pacemakerat, që në atë kohë para 3-4 vjetësh që u krijua roboti Da Vinci, sistemi robotik Da Vinci që bën kirurgji precize trurit. Imagjino ku po shkojnë. Motrind. Ne do të thënë pa arrim, por implementimi i çipit, unë mendoj që nuk do ketë vetëm funksion në kufizuar shëndetësor, sepse ky çip mund të programohet, mund ta zhërnohet me software. Pra madje edhe një lajm shumë interesant që mua më ka çuditur, me anë të këtij čipi, thoshte njerëzit do intercommunication between people do ishte vetëm me anë të mendjes dhe jo me anë të gjuhës verbale. Domethënë është një gjë që një gjë që duket vërtet po habitemi. Po, një gjë që është e habitshme, presim dhe shumë se çka do të ndodh. Mandi të faleminderit shumë edhe për sot për këtë lidhje. Për mua ishte një kënaqësi shumë e madhe që isha pranë jush në RTV Dukagjini. Shumë faleminderit. Ishim në këtë lidhje të drejtë për drejt me Ermandin sa i përket zhvillimeve të fundit të teknologjisë e për krejtë në fund edhe një herë